injektohet shpresa tashmë në vitin që po hym të 16-tin. Thjesht fare. Kam thënë, dia partia nuk e di kush më pyeti një nga ju gazetarët, dhe kam thënë Partia Demokratike ka djem të shkëlqyer, dy prej cilëve i njoh unë personalisht. Erges Eskiu, një djalë model. Kur them model, jo brashnjar, po model i demokratit, i qytetarit dhe i shtetasit të ndershëm. Dhe Lisandër Hoxha, Lisandri, një djalë i shkëlqyer, domethënë nuk e ku ti vësh një presje. Këta Sali Berisha i la jashtë listave dhe mban në brenda listave të tërë spionët e sigurimit të shtetit. Pra, kupola e Partisë Demokratike është një kupolë e sigurimit të shtetit, e sigurimsave. Ndaj kurrës me atë kupolë, Partia Demokratike nuk do ketë pushtet dhe nuk do vinë pushtet. Dhe do luftojmë të tërë të mos vinë pushtet. Pra, ju po thoni që nuk është problem vetëm Berisha, por edhe berishizmi brenda. Urdhë, nuk të dëgjova. Ju po thoni që nuk është problem vetëm Berisha, por edhe berishizmi brenda APD-s. Nuk të dëgjoj. Pra, ju mendoni që berishizmi e ka kapur PD-n aq keq sa edhe të largohet Berisha prap nuk shpëton. Duhet të iki të qërohet e tërë kupola e Partisë Demokratike, që kanë 30 vjet që janë deputet. Po Flamur Nokën, si e keni parë këto ditë, Flamur Nokën, sekretari i përgjithshëm, numri 2. Ku dallon nga Berisha? Ku dallon? Dhe këta kanë bërë miliona zotëri, këta nuk dalën të thonë të vërtetë si e kanë hallin. Nuk dalën të thonë të vërtetë elektoratit. Këta e gënjejnë elektoratin. Elektoratin e PD-s, të djatë se të tjerë që gënjejnë do. E para gjitha, këta nuk kanë disiplinën në parti, këta disiplinën e kanë krahinore. Me qenë se Sali Berisha është tropojan, të gjithë veriorët votojnë për Salihun. As duan të tinë fare se çfarë po bën Salihu në ekonomi, në drejtim, në politik, në qeverisje të tjera. Fare hiç, mjafton të jetë ai që kemi nga ana jonë. Kjo është e gabuar. Kjo është e tmerrshme. Kjo është që nuk ka më ku të vej kjo gropos të djathës shqiptare. E djatha shqiptare, zotëri, duhet të mblidhet, të bëjnë një peticion dhe të shkarkojnë urgjentisht atë kupol të neveritshme që ka në krye Partia Demokratike, të zgjedhin djem dhe vajzat të reja, që janë me të vërtet demokrate, me të vërtet, por me përparësi kryesore njerëzit e përndjekur politik, familjet e përndjekura, të cilat Sali Berisha i ka luftuar në mënyrë sistematike. Mos e harrojnë demokratët Lorak Bejkoj që u vetëdoj që në kohën e Sali Berishës që ishte Sali Berisha president. Përse u vetëdoj? Bravo. Pra, ajo vetëbrasje i thot të tëra se kush është Sali Berisha. Dhe këta akoma e mbajnë se kanë bajraktarizmin. Dhe të mbajnë bajraktari, Sali Berisha edhe të rinë, të bjen longarit të mine vende. Avokat, po Berisha tha që unë do iki kur ta vendos Zoti. Po, me atë kupol që mbanë rreth vetës dhe me të marrëdhënie që ka bërë me Edi Ramën në 2008-ën, dhe Edi Rama ashtu tha, kur ta vendos Zoti, pse se ata e kanë njëri tjetrin, mbajnë njëri tjetrin, mbaroi ajo punë, pra atë u bë marrëdhënia e 2008-të, se 21 prillit. Po këta partitë e reja, avokat, nuk arritën ta çajnë sistemin. Ke probleme me internetin. Partitë e reja nuk arritën ta çajnë sistemin. Partitë e reja janë parti që ka të partive të vjetra. Nuk ka partitë e re. E di kur do kishte partitë e re. E di kur do kishte partitë e re. Kur t'i bëhej një qilizm e thellë udhëheqjes së Partisë Demokratike.